Ngjarje tronditëse, ekzekutohet gazetari i shumënjohur. Gazetari peruan Fernando Nunes, drejtuesi i faqes së lajmeve Camila TV, është vrarë të shtunën pas dite pasi u qellua nga persona të armatosur në rajonin e Guadalupe, ndërsa udhëtonte me motociklet bashkë me vëllain e tij. Lajmi u konfirmua nga shoqata kombëtare e gazetarëve të Perus. Sipas deklaratës së ANP-s, sulmi ndodhi ndërkohë që Nunes po kthehej nga një raportim në departamentin verior të La Libertad. Ai humbi jetën në vendngjarje, ndërsa vllai i tij u dërgua me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje kritike. Autoritetet raportuan se vetëm në zonën e La Libertad janë regjistruar 236 vrasje nga janari deri në tetor të këtij viti, duke e shndërruar rajonin në një nga zonat më problematike të sigurisë në Peru. Në nivel kombëtar, gjatë 10 muajve të parë të vitit 2025, janë shënuar 1888 vrasje, një rritje prej 13% krahasuar me vitin e kaluar. Shoqata e gazetarëve kërkoi hetim të plotë, duke theksuar se pista kryesore e ngjarjes lidhet me aktivitetin profesional të viktimës. ANP paralajmëroi se dhuna ndaj gazetarëve në Peru po përshkallëzohet në mënyrë shqetësuese. Tensionet e sigurisë reflektohen edhe në skenën politike. Në tetor, ish-presidentja Dina Boluarte u shkarkua nga Kongresi për paaftësi të përhershme morale, ndërsa detyrën e kreut të shtetit po e mban përkohësisht José Guerri deri në zgjedhjet e vitit 2026.